Diçka po të vrojmë ty edhe kryet. Ata shkret problemi o që aty, po Zoti s'm ka vra. S'po mund me vra kërkush pa thonë Zoti. Komunikata 59 akuzoi në mënyrë të rreshme një individ caktuar se ishte kolaboracionist, nga që, siç do të tregojnë provat, anëtarë të shtabit përgjithshëm, përfshirë Hashim Thashin, donin që ky person të bëjë objekt keqtrajtimi në mos vdekje. Fakti që këto krime janë kryer nga anëtarë të UÇK-s nuk e bën UÇK-n një organizatë kriminale. Mos me pasu në hymnin, si shashtu. A mbështetur UÇK-n që nuk ka vrarë shqiptarët. Dy prej të akuzuarve të tjerë reaguan shumë publikisht ndaj intervistës televizive të Hashim Thashit të vitit 2019. Në vend që ju të fokusoheni kush e ka vrarë gazetarin, Bekim Kastratin. Në vend që ju të fokusoheni kush e ka vrarë Smajl Hajdarin, si gazetar. Jakub Krasniqi u shpresa dhe po citoj: Hashim Thashi, sulheqës politike UÇK-s, e di shumë mirë se asnjë komunikat UÇK-s nuk është lëshuar nga banhofat me qëllim që të përçajë UÇK-n. Këtu mbyll citimin. Dallimin mes Hashim Thashit dhe Stopollash Miloševićit për mua vegjua, sepse ai flet, ai ka folur serbisht ky shtim. Zoti Krasniqi më tej tha, dhe po citoj: Hashim Thashi e di se që nga viti 1998 të gjitha komunikatat janë shkruar në Kosovë. Mbyll citimin këtu. 1945, ndallimin mes Ali Shukris edhe Miladin Popovićit u ko gjuha. Miladin Popovićit ka thonë do të mi vro Halid Bayraktarin, edhe Ali Shukria, njoni ka thonë serbisht, njoni shqip. Xhet Selimi doli në televizor në nëntor të vitit 2019 dhe e konfrontoi atë çfarë kishte thënë zoti Thashi, se shtabi përgjithshëm s'kishte bënë fare me komunikatën 59. Zoti Selimi, që e kemi këtu në diapozitivin C14, i vuri gjëra në vend dhe tha se në fakt ishte Hashim Thashi vet ai që kishte shkruar komunikatën 59. Le ta shohim. E ka shkruajt një individ dashakeq pajton plotësisht. Unë nuk shkruaj. Ai është Hashim Thashi. Hashim Thashi ka shkruar komunikatën 5. Komunikatën 59 është Hartus dhe Shosh është Hashim Thashi. Në intervistën e tij më vonë me ZPS-n, zoti Selimi më falni qëndroi fjalëve që kishte thënë në këtë intervistë televizive, duke konfirmuar se ishte Hashim Thashi ai që kishte shkruar komunikatën 59. Miloševići më ka njek mua dhe jam në ato listat e të ndjekurve. Dhe përshkruaj se në vitin 98 Hashim Thashi ai kishte lexuar tekstin e komunikatës numër 59 me telefon të satelitor, duke shtuar se synimi ishte të shkatruar plotësisht personi që se keme emrin atë komunikat. E komandoni vletarët ndërkombëtar për Serbia. Çfarë përfshin apo përmbledh kjo histori e komunikatës numër 59 gjatë luftës? Hashim Thashi përdori etiketimin kolaboracionist në këtë komunikat për të njëllosur dhe për të shkatruar dikë. Pas lufte, kur erdhi koha për të marrë përsipër përgjegjësinë, për të dalë zot kësaj, çfarë bën zoti Thashi? Ai largohet përgjegjësisë dhe në mënyrë të rreme mohon se nuk ka të bëjë fare me komunikatën, por ja që e nxjerrin zbuluar dy prej të akuzuarve të tjerë. Dhe që shubone, njëjtë për mjekë Serbia, njëjtë Hashim Thashi ton, për tonë unë për dëfka me dekë. A di pse, se zotim ka në gjallë për varë me full që të qëtë.